Bismillahirrahmanirrahim. Është mërëslanse, pamja e qabës së mandueshme sot, kur falë ndërhyrjeve edhe projekteve të vazhdueshme, ajo është zmadhu pafundësisht dhe miliona njerëz e vizitojnë atë pa ndërprerje, në çdo kohë, në çdo stin, në çdo muaj. Mirë po, subhanallahu, duke e ba umrën mram, edhe po kalonim përbëri makami Ibrahimit, pra gjurmës e Hazreti Ibrahimit a.s. Dhe mu kujtu ajeti kuranor, ku Allahu Azza wa Jall thot: "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." Dhe me thanë, gjurmën e kamës e Ibrahimit konsiderojeni si pikë referimi, si vend falje. Edhe në të gjithë librat e jurisprudencës islame ti do të gjesh se pas përfundimit të tavafeve, besimtarët ftohen për të falë 2 rekatet e tavafit pas makamit të Hazreti Ibrahimit a.s. Dhe teksa po lexoja në librat e tefsirit për domethënien e këtij ajeti të mrekullueshëm, gjeta një shënim shumë interesant të Imam Kushairit, ustazit të madh, i cili ka një tërheqje vëmendje me shumë vlerë dhe shumë të veçantë. Thot: "Robi i Zotit e ngriti një kam për hir të Allahut. Dhe Allahu e falenderoi veprimin e tij dhe e lartësoi nëpërmjet kësaj vepre dhe e bëri deri në kiamet pikë referimi, falenderimi dhe mirënjohje në mesin e besimtarëve." Edhe u ndala për pak edhe e pash me vëmendje makamin e Hazreti Ibrahimit dhe thash me vete: subhanallah, ai zotni për hir të Allahut e ka ngrit kamën, e ka lëviz me kam të durë të tia për të ndërtuar shtëpinë e parë të adhurimit në botë, dhe Allah Azza wa Jall e ka shpërbly veprën e tij. Deri në atë gradë sa që e ka ba shenjën e kamës së tij pikë referimi dhe na ka ftuar për t'u fal pas asaj shenje. Në pyetje është se çfarë mund të bëjmë unë edhe ti, që më ndihjon edhe e sheh tashmë këtë video, çfarë mund të bëjmë çdo ditë për hir të Zotit ton, që të lartësohemi e gjurma e jonë të pranohet mi të gjitha e të shpërblehet nga Zoti i gjithësisë. Sa herë që falemi, le ta çojmë ndërmend makamin e Hazreti Ibrahimit a.s. dhe ta pyesim veten se çfarë kemi bërë sot për Zotin ton. Kur e mendon, është një pyetje që duhet na tërheqin vëmendjen dhe të na ftoj për të përmirësuar marrëdhëniet tona me Allahun e madhëruar. Qofshi mirë. Allahu ju dashtë.